Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar miq të RTI-s, mirë se takohemi në emisionin Debat i Lirë këtu në Radio Televizionin Iliria. Lidhja e Prizrenit është tema kryesore apo një pjesë e debatit që do të diskutojmë me mysafirin, pastaj do të flasim edhe për disa zhvillime të fundit në vend sa përket nismave të reja të konservatorëve apo fetarëve në Kosovë për të pasur edhe një nisme tjetër të re për të synuar pra për qenë pjesë e kuvendit. E për këto tema në pika të shkurta sigurisht do të flasim bashkë me Abdullah Klinakun nga Demokracia Konservatore. Nderuar mirëmbrëma erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë po fillojmë me lidhjen e Prizrenit e pastaj do dalim edhe tek disa tema të tjera, siç e thamë në pika të shkurta, meqense të gjitha pothuajse janë goxha tema të gjata dhe dojnë shpjegim më të gjerë. Cili është roli i hoxhallarëve në lidhjen e Prizrenit? E kemi parasysh në atë kuptimin që cili ka qenë, domethënë, mesazhi, puna e gjithçka që është bërë në këtë datë dhe në këtë kohë, por të paktën sa kemi mujtë me pa deri më tani tentohet të minimizohet roli i fetarëve apo hoxhallarëve që kanë pasur rol dhe ndikim në lidhjen e Prizrenit, po ashtu edhe në shumë vendimare të tjera, por ne po lidhim me këtë. Fakt për fat kesh nuk po minimizohet veç fakti edhe roli i autoriteteve fetare që e kanë pas lidhjen shqiptare të Prizrenit, por po synohet me minimizohet edhe vetë roli i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe të pas parasysh debatet e këtyre viteve të fundit që kanë ndodhur për sa përket raportit midis identitetit fetare dhe identitetit kombëtar, edhe në përgjithësi historisë tonë të shqiptarëve, e kemi pa që ka një farë tendence të vazhdueshme për me dobësu rolin që e ka pas lidhja shqiptare e Prizrenit. Kjo bëhet me qëllim për shkak që synohet që identitetin tonë kombëtar me lidh me do farë, si më thonë, në disa momente ndoshta edhe ngjarje kaq shumë abstrakte, të panjohura, duke ju referuar vetëm disa burimeve bazë të formësimit një kombit, siç është gjuha që është kënd rregull, kultura, tradita në veni, por që momentet politike dhe vendimarrje të rëndësishme në procesin e formësimit tonë kombëtar provojnë me i relativizu sidomos ato që ndërlidhen me rolin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe kjo po del që është e qëllimshme, për shkak që lidhja shqiptare e Prizrenit është manifestimi më i mirë i identitetit tonë kombëtar, identitetit tonë fetar, po të njëjtën kohë edhe raportit midis feve të shqiptarët. Rrjedhimisht, lidhja shqiptare e Prizrenit, përveç platformës së ideologjike kombëtare, ka pas qartë edhe raportin i ka rregulluar në mënyrë shumë të qartë, edhe raportin midis identitetit kombëtar dhe identitetit fetar. Në njëjtën kohë, ka pas gjithmonë parasysh edhe idenë e përkatësive të tjera fetare të shqiptarëve. Lidhja shqiptare e Prizrenit këto dilema, kombja, feja, a kjo ajo që janë dalë prej bolshevikëve, prej antimuslimanëve, i ka zgjidhur 1878. Edhe të njëjtën kohë ka zgjidhur dilemën se kush janë muslimanët në formësimin e identitetit ose në formësimin e kombit modern të shqiptarët. Lidhja shqiptare e Prizrenit dëshmon që muslimanët në përgjithësi, për shkak edhe të përqindjes më të madhe, edhe për shkak të pozicioneve në kuadër të Perandrisë Osmane, edhe për shkak të influencës që e kanë pasur në popull, edhe për shkak të statusit social që e kanë pasur edhe ekonomik e politik, kanë qenë influencues kryesor, kanë qenë dikues kryesor për formësimin e idesë nacionale të shqiptarët në kontekstin modern. Dhe kjo lidhje, pra konsideroj që për fat keq nuk po punohet sa duhet, për shënimin e saj në mënyra të vazhdueshme çdo përvjetor, nuk ndoshta edhe kur po bëhen disa manifestime, janë bërë disa manifestime kështu tradicionale, disa fjalë të mira për sa i përket rolit. Janë të mjaftueshme sipas jush? Nuk janë të mjaftueshme, edhe nuk po provojnë me nxjerr të vërtetën përmbajtësore që ka pas lidhja shqiptare e Prizrenit. Unë besoj që shumë dilema që sot i kemi ishin zgjidhur nëse ju kishim referuar sakt rolit që ka pas lidhja shqiptare e Prizrenit. Për shkak se ai është strumbullari i parë ideologjik i formësimit tonë kombëtar dhe i unitetit dhe i unifikimit të trojeve shqiptare me një vilajet në autonomi, në kuptimin e organizimit administrativ, që e ka njoftë në atë kohë sovranitetin e sultanit për shkak të armiqve dhe pretendimeve të shteteve fëqinje që e kanë pas ndaj tokave shqiptare. Pra Greqia, Malizi dhe Serbia në mënyrë vazhdueshme kanë synuar për me marrë tokat shqiptare. Kongresi i Berlinit e legjitimon këtë apetit e këtë rekstyne për me marrë tokat tona dhe lidhja shqiptare e Prizrenit është si reakcion i vendimeve të Kongresit Berlinit, orekseve të shteteve fëqinje që kanë dëshmi marrë tokat tona, dhe të njëjtën kohë është si projekcion
i formësimit të identitetit tonë kombëtar si një prej kauzave më të fuqishme që ka nisë me rilindjen kombëtare, është mënyrën më të mirë është manifestuar në lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe ka vazhdu që për fat keq ka vazhdu një ëndër shqiptarëve edhe sot e pa realizumin meritum se çysh ka synuar, çysh ka provu lidhja shqiptare e Prizrenit. Tash kur e kemi këtë lidhje kështu, atëherë edhe kontributi i njerëzve të besimit ka qenë përmbajtësor, ka qenë barcë, ma drejt me thonë, edhe ma sakt me thonë, kanë qenë barcët e konceptit ideologjik të lidhjes shqiptare të Prizrenit musliman shqiptar të gjitha trojeve tona etnike. Përderisa kanë qenë barcët e lidhjes shqiptare të Prizrenit, të idesë së saj, autoritetet fetare dhe muslimante e asaj kohe, nuk kanë qenë kufizues vetëm në këtë aspektin e besimit, por këta e kanë kriju mundësin edhe të angazhimit, të inkorporimit edhe të ngjitjes edhe të besimeve të tjera për qëllim të mbrojtjes së tokave shqiptare. Çfarë është diçka për lidhjen shqiptare të Prizrenit, besoj që është e rëndësishme, me u lexu udhëpërshkruesit të ndryshëm të cilët i kanë dhënë disa prej opinioneve që kanë pas për lidhjen shqiptare, po të njëjtën kohë edhe autoritetet dhe studiues që ju kanë referuar dokumenteve apo rrethona sa më reale të kohës. Për fat keq, për shkak të pretendimeve dhe për shkak të synimeve ideologjike, lidhja shqiptare e Prizrenit shpesh herë, sikur shumica dërmuese e historisë tonë, interpretohet mbi premisën ideologjike. Dhe kjo premisë ideologjike ka ardhur e nxitur prej komunizmit, prej motiveve kundër islamit, prej motiveve ndoshta edhe të nxitur prej fqinjeve ballkanik, për shkak që ka pas momente të caktuara kur ne sot ndoshta shumicën, shumicën dërmuese se nuk është bën ndonjë matje, por një pjesë e madhe e nxënësve, studiuesve ndoshta, studentëve, ndoshta edhe qytetarët vendit, mendojnë që lidhja shqiptare e Prizrenit ka qenë reakcion kundër Perandërisë Osmane. Është fundit e parëndësishme kjo, e rëndësishme është diçka tjetër. Nëse na kemi me bërë një keq interpretim të tillë të historisë, nuk kemi me kuptu as sot dhe as për të ardhmen kush janë miq dhe kush janë armiqt. Se duke e shtrembruar historinë, ty të prishet percepcioni se kush është mik e kush është armik i vendit dhe jotan. Lidhja shqiptare e Prizrenit është reakcion i politikave shoveniste dhe glabruese të fqinjve tonë, sidomos grek, malazez dhe serb. Dhe të njëjtën kohë si reakcioni i vendimeve të Kongresit të Berlinit, që ka legjitimuar këto orekse dhe këto politika shoveniste të fqinjve tonë, dhe të njëjtën kohë si projekcioni më i madh menoj i idesë tonë kombëtare, i ndërtimit të raporteve midis kombit dhe fesë, dhe të njëjtën kohë i rregullimit të raporteve midis gjitha besimeve që kanë jetuar në tokat tona, menoj që edhe duke ju referu edhe traditës së përgjithshme islame që kanë qenë pjesë e identitetit tonë shekullor në atë kohë. Udhëpërshkrues besoj që i kanë dhënë përshkrime shumë të mira për sa i përket çështjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Një që mendoj që është e udhës më nda, është një libër Shqipëria në kallëzim nga udhëtimi i fundit i Eduard Fredrik Knight, edhe besoj që edhe si tekst besoj që ja vlen për me u përmend për sa i përket lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ky ka qenë një udhëpërshkrues i vitit 1878-1979, i ka vizituar disa prej trojeve tona, sidomos pjesën e Shkodrës, Plavës, Gocis dhe Ulqinit, ka synuar me vizitu edhe Prizrenin, dhe kjo e konsideron që në fillim të librit e tij e përshkruan lidhjen shqiptare të Prizrenit si një lidhje tipike islame, që bartet, që organizohet dhe që funksionon, duke ju referu punës së dietarëve, myftilerëve, shehlerëve, ide thjesht autoriteteve fetare, por në fund të librit e konkluzionet e tina e thot një paragraf që më kalon shumë përshtypje. Thot një ditë bota do të dëgjoj kogja shumë për të bomat e lidhjes. Krerët e kësaj lidhje besoj se janë burra të ndershëm, adhëtar e të përkushtuar të çojnë programin e tyre deri në frymën e fundit. Thuajse se cili musliman në Shqipëri është antar i lidhjes dhe forcat e saj poshtohen. Se Turqia në kryet e herës fshehurazi i jep të dorë dhe nxiste lëvizjen, mendoj se nuk mund të ketë kurfar dyshimi. Por ky paragraf nxjerr barësit e lidhjes shqiptare të Prizrenit kanë qenë autoritetet fetare të respektuara dhe ushtarët e kësaj lidhje, që ka pas numër shumë të madh ushtarë për shkak se ka organizuar edhe aspektin ushtar të mbrojtjes së tokave tona, kanë qenë kryesisht musliman, por jo përjashtues ndaj besimeve të tjera. Lidhja ka kriju kur e ka formsuar lidhjen e Shkodrës në një kohë, lidhjen e Shkodrës e ka balancuar edhe me besimet e tjera që me qenë, si me thonë, pjesë e përbashkët e projeksionit tonë kombëtar.
E dyta është më rëndësi që e treta në fakt, pra e para kanë qenë dietarët, musliman, meftiler, autoritetet e respektume që kanë qenë barë se kësaj lidhje, ushtria kësaj lidhje ka qenë musliman shumica dërmuese, dikun thuhet që në atë kohë kemi qenë në kuptimin e 4 vilajeteve mbi 81% të besimit të islam, dhe e treta është rëndësishme që e dëshmon dhe e nxjerrën pa krahas edhe shumë studimeve tjera shkencore, jo vetëm ky sillet përshkrues, edhe raportin midis lidhjes me Perandorin Osmani që ka qenë një raport mbështetës me njëri tjetrin me qëllim të mbrojtjes së tokave tona dhe të vilajeteve tona. Atëherë kemi një foto në ekranin se regjia është gati, mund ta shohim bashkë me të 9-ën pa lidhje e me 10-ën lidhje nuk shkon OKM, pra kryeministri Kurti, po ndrojmë pak temën. E keni lidhë dhe të çështjen e paradës apo të LGBT-s dhe me atë lidhjen e Prizrenit, pra një thumbim për kryeministrin Kurti. Pra na shpjegon pak Kryetari i lëvizjes vendosje, për fat keq, këto 3 vitet e fundit ka pas një aktivitet këto ditë qershorit edhe për lidhjen shqiptarët Prizrenit, po të njëjtën kohë edhe një mbështetje të fuqishme për organizimet që ka pas komuniteti LGBT edhe dëshurin tjera që i kanë shtu. Tash, në këtë kontekst, kë edhe vjet, edhe par vjet, para ditësh që keni aktivitet e bëjke të lidhja shqiptarët Prizrenit, pas ditë e veke në përshesh bëjke një parod me flamurin, me thonë kështu Lara. Unë besoj që një njeri që e don dhe që frymon mbi konceptin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, nuk mundet ta merr bajrakun edhe të prijatarit kundër familjes tradicionale shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit manifeston në mënyrën më të mirë të mundshme idealin tonë kombëtar. Në kuadër të idealit tonë kombëtar janë disa vlera të pandryshueshme historikisht. Këto vlera kanë qenë vlera tona kombëtare, vlera tona të besimit, po dhe familja. Udhëpërshkrues ndryshëm, mendimtar ndryshëm, gjithmonë e kanë nxjerrën pa që shqiptari ka 2 elemente të çajta, e ka kombin, që kanë thonë fen, edhe familjen. Pra, këto elemente i kanë konsideruar si të çajta. Dhe përderisa ti mendon që lidhja shqiptare e Prizrenit është një vlerë gjithëmbashme, e kombit tonë, nuk ka kuptim, edhe me konsideru lidhjen shqiptare e Prizrenit si frymëzim të politikës, edhe të njëjtën kohë me provu në mënyrë të vazhdueshme me legjitimu aktivitetet, veprimtarit dhe me sponsorizu akte juridike e ligje që i cënojnë vlerën censorë të kombit tonë siç është familja. Prandaj konsideroj që një politikë që frymëzohet për lidhjen shqiptare të Prizrenit është një politikë që është kombëtare, që i respekton, i nderon dhe të njëjtën kohë frymon mbi parimet tona të vlerave të mira të besimit, dhe po ashtu ka prioritet dhe projekt kryesor mbrojtjen e familjes në kuadër të zhvillimit të politikave. Për me qenë të njëtrajtshëm, duhet me thonë, lidhja shqiptare e Prizrenit me vlerat e saj kombëtare, me besimin që e kemi kultivu për shekuj dhe familja e në dhe rëfys tonë të veprimtarisë dhe të aktivitetit tonë publik dhe politik. Dhe këto janë të njëtrajtshme. Nëse vepron diçka tjetër, pra ose jetu e rrajt lidhjes se nuk je i lidhjes, ose jetu e rrajt familjes se nuk je familjes. Pra nuk mundet me shku të dyja të bashkë. Kanë terren më shumë kryeministri Kurti në këtë rast? Unë e besoj që të pas parasysh aktivitetet e tij në mandatit që ka përfundu, sponsorizimit e akteve juridike, unë e besoj që i ka shkaktu dhe ka provu në mënyrë të vazhdueshme mi shkaktu dame serioze familjes. Kemi edhe një foto tjetër, nëse regjia e ka gati, po reflektim për angazhim të përbashkët rreth vlerave që në bashkojnë është i domosdoshëm. Ka pas zëra, fotografia ka dhënë dëshmi më shumë që pra ka një nismë prap të re për të unifikuar, të ashoquajtit unifikues konservator për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës dhe për të quar para disa ligje, disa gjëra që duhet me rregulluar dhe nuk për rregullojnë partitë të tjera jo të njohura për si konservatore. Është mesazh i zgjedhjeve të 9 shkurtit që duhet bashkohen konservatorët apo ka qenë ide edhe më hershme kjo? Po në fakt ide më hershme. Normal besoj që ka qenë ide më hershme për shkak që po lexohet çdo kush që ka me lexu votuesin që beson një tërësi vlerash që ndërlidhen me besimin, që ndërlidhet me kombin, që ndërlidhet me familjen, po jo dhe jo vetëm me këto,
synon edhe ka qef me pas një projekcion politik sa ma serios, një projekcion politik sa ma gjithëpërfshirës, që ka me pas mundësi për me pas një përfaqësim sa ma dinjitës, edhe në kuptimin programor, edhe në kuptimin e diskursit politik, për të njëjtin kohë nisër edhe legislativ në kuvend ose në ekzekutiv. Për të arrit këtë synim, të cilët besoj që çdo kush ka qef për me po njerëzit të cilët ju beson me një vend, me një listë ose me një projekt të përbashkët politik, unë besoj që zgjedhjet e Nën Shkurtit e kanë dhënë prapë këtë mesazh, e kanë fuqizuar dhe besoj që si ide edhe si nevojë më shumë e si domosdoshmëri detyrimisht, besoj që duhet me pas një reflektim gjithbashëm dhe është i domosdoshëm organizimi në një projekt të vetëm politik konservator ose në një projekt serios politik në Kosovë, që është gjithëpërfshirës kuptimin e programit, gjithëpërfshirës kuptimin e kodrave dhe me diskurs sa më të qartë politik që reflekton në mënyrë të përgjithshme nevojat e qytetarëve vendit tonë. Pra nevojat politike, ekonomike, sociale, synimet tona për një vend me mirëqenie, për një zhvillim sa më të qëndrueshëm ekonomik e për një me qështu në përgjithësi për një shtet jetueshëm e për më bëjë shtetim jetueshëm vendin tonë, besoj që njerëzit janë të dhënë mesazhe shumë të qartë. Duhet një projekt gjithëpërfshirës politik që kanë me pas mundësi me e gjetë veten shumë mirë, me dhënë kontributin për ta dhe me mbledh numër të konsiderueshëm të votave që ka me kriju mundësinë edhe përfaqësimit në kuvend, po të njëjtën kohë edhe mundësinë së dhënies kontributit të cila ka me kon kauza për shkak se zgjedhjet që i lan pas, ishte kauza familjes. Momentalisht besoj që kjo kauzë nuk është që mundet me marrë votat, u pas parasysh është diçka në shkatje, duhet të kemi diçka të re për me bindë votuesin me ndryshue vendimin e tij për të votuar një parti tjetër. Ndoshta është herët, por përveç që është e nevojshme, domethënë unifikimi i konservatorëve, fetarëve, meqense se kauza pothuajse e përgjithshme është e përbashkët me dallime të vogla, çfarë duhet tjetër të bëhet që me bind votuesin këtë rast elektoratin, që më në fund me besu që kauza ka me shku deri në fund dhe nuk ka me pas edhe ajo që është shumë e rëndësishme, nuk ka me pas përsëri ndamja, po përçarje të pas parasysh e kalumja nuk është fort për të marrë shembull. Një projekt politik duhet me reflektu gjendjen reale në popull, gjendjen reale të qytetarëve të vendit tonë. Unë besoj që sot çdo njëri prej neve kem sfidë edhe qëndrueshmërinë e familjes. Pra, familja është dhe do të mbetet kauzë e përhershme e një politike që e dën të mirën e vendit vet. Por natyrisht që nuk mjafton vetëm një kauzë. Ndërlidhen edhe aspektet e tjera me këtë kauzë, që është shumë e rëndësishme, besoj që ndërlidhen, por projekti politik që besoj i përfaqëson mënyrën më dinjitetshme qytetarët e vendit tonë, reflekton nevojat që ka vendi jonë dhe të njëjtën kohë krijon zgjidhje ose ofron alternativa dhe zgjidhje për problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët e vendit tonë, besoj që do ta ketë mbështetje dhe do ta gjejnë qytetarët veten mirë në kuadër të një projekti të tillë politik. Sot e ki problem edhe ki sfida për çështjen e familjes, po hiç mami nuk i ki as shëndetësinë, hiç mami nuk i ki as arsimin, hiç mami nuk i ki as zhvillimin ekonomik dhe nuk i ki as politikën e jashtme. Por të njëjtën kohë, krahas që nuk janë mirë këto sektor, në vendin tonë është rënu pothuajse morali politik, është korrupsioni në nivele të larta. Dhe të nëse mendon për me zhvillu një projekt politik që ka me pas sukses në gjitha këtu fushat e tjera, para kushti kryesor është që me pas një moral të mirë politik, me luftu në mënyrë sistematike dhe të pa kompromis korrupsionin, me zhvillu politika që e rritin mirëqenien në qytetarët vendin tonë dhe krijojnë ambient sa më të mirë që qytetarët me konsideru Kosovën vend jetueshëm. Për 4 vjet mbi 100.000 qytetarë kanë emigruar prej Kosovës. Kjo i bën që një shqiptar i vendit tonë që është duke jetuar këtu, është duke menduar që Kosova është vend i pajetueshëm. Nëse emigrojnë 100.000 qytetarë brenda 4 viteve, i bën që përqindje e konsiderueshme e qytetarëve të vendit tonë nuk besojnë që Kosova është vend i jetueshëm. Duhet me qenë një projekt politik që njerëzit, qytetarët e vendit tonë i binë që në Kosovë jetohet. Kosovë mund është me jetu me një qeveri që s'bën kompromise, që s'është e korruptume, që nuk i bën çau familjes, që nuk zhvillon politika për interesat të grupeve të ndryshme dhe që çdo njeri në fundit ka me pas një mirëqenie dhe një stabilitet sa më të mirë. Nëse në Kosovë kemi pas një zhvillim të arsimit, një zhvillim të shëndetësisë, një përkujdesje ndaj familjes, një zhvillim të politikave që e rritin natalitetin në vendin tonë, një qëndrueshmëri dhe një rikthem të pozicionit sa më të mirë të Kosovës në arenën ndërkombëtare, atëherë besoj që çdo qytetar ka mundje krenar me vendin e vet.
Se rezultati politikave të gabume, Shqipëria është një mentalitet që të në Shqipënia zbohat kur. Na në Kosovë nuk uzojna me arë deri në qatë shkallë sa me mendu që Kosova zbohat. Na duhet me zhvillu aso politika, që qytetarët e vendit tërë kam me besu që Kosova u bo prej hiqit. Pra, në 99-ës ke pas shtet, e ke shliru në 99-ën me gjakun e njerëzve të vendi, me përpjekje dhe me luftën. Prej 99-ës deri tash është bo përpjekje vazhdueshme për përmirësimin e gjendjes vendit tonë. Tash ka ardhur koha për rrumbullaksimin në mënyrën sa më të mirë të mundshme të ëndrrës së shqiptarëve në këtij vendi. Pra, nëse dikur e kemi pas një gjenerat që ka kriju një politik antimonizmit dhe anti-jugoslavisë për me ndërtu konceptin që kosovarët ose shqiptarët e Kosovës mundin me pas shtet, që ka funksionu prej 90-ave deri 96-97. Pra, ka qenë një gjenerat që ka ardhur si reakcion ndaj sistemit jugoslav dhe komunist. 96 e tutje ka ardhur një gjenerat e politikanëve që ka ardhur si reakcion ndaj një politike që është e pamjaftueshme për mu arrit çlirimi i vendit vet. Prej 99 e deri pothuajse tash kemi pas një gjenerat e politikës në tranzicion. Është koha e një gjenerate të politikës që nuk vjen mos si reakcion, por vjen si projekcion i aktiviteteve politike, i zhvillimit të idesë dhe që Kosovën ka me e bo shtet të jetueshëm për gjithë qytetarët që e shohin edhe që konsiderojnë Kosovën. Dhe kjo mund të jetë edhe nisma e konservatorëve. Po unë besoj që një projekt i tillë politik që ka me unifiku, ka me qenë me program gjithëpërfshirës, ka me qenë me kuadra gjithëpërfshirëse, besoj që do të jetë alternativë e kohës. Qytetarët përshohin që shkuan 4 muaj prej shkurtit deri tash që nuk u bën qeveri në vendin tonë. I ki gjithë të sfida, gjithë të probleme dhe kanë kohë partitë politike me mbajtje natin edhe me lujtë rolin e viktimës her njëna her tjetra. Qytetarët janë të e po që sot për një problem që e kitin është ta ma thjeshtin, s'ki as ku shkon koha në kohësh. Ndërsa qeveria nuk është bë, anën tjetër dalin aferat vazhdueshme korruptive të qeverisë në ndërheqje. Dhe kur e sheh një qytetar që në vendi nuk po funksionon, qeveria nuk po jep llogari askujt, tjerët nuk po gjejnë mënyrë të bashkëpunimit përmes gjetë zgjidhje me dalë prej kësaj situate, unë besoj që në mënyrë të natyrshme qytetarët kanë me lyp një alternativë të re dhe tjetër politike që komi përmbush pritjet e tyre. Dhe kjo alternativë do t'i shërbejt, do thotë, jo vetëm fetarëve, po konservatorëve, po do t'i shërbejt gjithë popullit sepse ka nevojë për një alternativë të re, politike, në këtë rast. Po unë besoj që populli jonë edhe qytetarët e vendit tonë i kanë të mishruar me vlerat e njëna tjetra. Pra ky vend, ky popull, këta njerëz besojnë edhe në vlerën kombëtare që ka qenë trashëguar për kundër luhatjeve të mëdha që na ka bërë si rezultat të shumë faktorëve. Besojnë edhe vlera fetare pa marrë parasysh kush sa i mban. Besojnë edhe bashkëtesin midis fejve ndryshme të vendit jonë pa marrë parasysh luhatit që mundin me ndodh. Po të njëjtën kohë besojnë që Kosova është vend i gjithëve me mundësitë e barabarta, por me një politikë që ka me kriju mundësitë e barabarta në vendin tonë për të gjithë. Nëse zhvillohet një politikë e gjithëbashme, që krijon mundësitë e barabarta për të gjithë, që e ka një projekcion të qartë për zhvillim ekonomik, që e rrit mirëqenien e qytetarëve të vendit tonë, ja respekton dhe ja nderon vlerat cilat besoj që është alternativë për gjithë qytetarët e vendit tonë. Mbesmi pak edhe tek kjo ideja e bashkimit të figurave të rëndësishme konservatore që kanë qenë pjesë e politikës pothuajse nga pas luftës deri më tani. Vazhdimisht është kërkuar një unifikim i tillë dhe edhe në zgjedhjet që i lan pas, mendoj që të paktën nëse i referohemi ajo çfarë është përfolur në elektorat është janë ndëshku disa nisma të ndryshme për shkak të mos unifikimit. Pra nuk mund ta votoj Abdullahin për shkak se s'është X personi tjetër dhe nuk mund ta votoj X personin tjetër sepse nuk është Abdullahu. Edhe kështu pastaj vota është shkep në parti të tjera të cilat pra po hyjnë në muajin e pens dhe nuk kanë asnjë përgjegjësi ndaj votës që kanë marrë do thotë nga elektorati dhe sillen në kuvend pothuajse çdo 40 tetor dhe njëkohësisht pra në favor me shteti është i bllokuar. Pra po e presin vetë fetarët së pari dhe po ashtu shoqëria në përgjithësi një unifikim të konservatorëve sepse nëse nuk ka një unifikim të vetë konservatorëve atëherë ku mund të shpresojmë për një unifikim tjetër të tjerëve që të cilët tash siç e tham nuk është tu janë një fort për votën që kanë marrë nga elektorati. Unë besoj që kushdo që është në aktivitetin publik dhe politik, duhet me lexu drejt verdiktin e votës së nënshkurtit të këtij viti. Edhe shumë njerëz që besojnë vlerat me cilat jemi pothuajse shumë
prej njerëzve që jemi në politikë. Ndoshta si rezultati i kësaj ndarjes kanë votuar edhe një pjesë e tyre kanë vazhduar me votu edhe për partitë e tjera, qoftë lëvizjeve të vendosje ose partitë e tjera. Nëse kishim pas mundësi me reflektu në nivelin e nevojshëm edhe në leximin e drejtë të votës së qytetarit që kemi pas në zgjedhjet e nënshkurtit, unë besoj që do të ishte mesazhi jonë drejt i kuptuar, drejt i lexuar, nëse arrim me pas mundësinë e një unifikimi dhe një projekti gjithëpërfshirës politik për zgjedhjet dhe për gjeneratat e ardhshme dhe jo vetëm për zgjedhjet. Pra është e qartë që kemi bëjmë një qëllim shumë të kthjellët, shumë të qartë të elektoratit tonë, ata dojnë me pa një grumbull të njerëzve që mobilizohen dhe organizohen në kuadër të një projekti të përbashkët politik, dhe ky projekt i përbashkët politik ju jep zgjidhje dhe alternativa për sfidat, për problemet dhe për telashet e përditshme me të cilat po ballafaqohet qytetari i vendit tonë. Besoj që mesazhi i nënshkurtit është i qartë, edhe na besoj që duhet me lexu drejt. Keni reflektuar si konservator me këtë mesazh të nënshkurt? Po besoj që pjesën temë, më thonë me përgjegjësi, e kam thonë edhe para zgjedhjeve, që është i domosdoshëm edhe këto emision të disa herë, është i domosdoshëm reflektimi jonë. Na ndoshta nuk po, si më thon ka pak, po tomi në momente caktuar dhe po mendoj që po mundemi me nxjerr diçka në kry, po në fakt ka vite që mesazhi është i njëjtë prej elektoratit. Pra duhet një unifikim i juaj për me pas mundësi na me gjetë veten në kuadër të projektit të juaj politik. Mund të pyes dikush të thotë që në Shqipëri nuk ka parti konservatore, ka disa konservatorë që janë hyrë në disa parti, sidomos në zgjedhjet e fundit, por për shembull kemi një nismë të re atje në Konventin e Shqipërisë që është kërkuar me pas 2 orë për shumë në kohën e xumas, madje është kërkuar që çdo punëdhënës që ka 50 punëtor duhet t'ia bëjë edhe hapësirën për falje të namazeve ditore. Ata nuk kanë parti konservatore që m'ja plusu çdo kërkesa ose me fol dikush në konvent, por ka ndodhur nga disa deputet që ndoshta nuk është që u shprit për tyre me ndodhë diçka. Në esencë partitë e djatha në Shqipëri janë parti konservatore në esencë. Janë si rezultat ose janë si antipodi lëvizjeve ose komunizmit në përgjithësi. Pra lëvizjet e djathta në Shqipëri synojnë për me mbrojtë vlerat e traditës vetë, pra zotin, kombin, familjen, pronën, që janë postulatet të së djathtës, si revanshi komunizmit që e ka rënu besimin, e ka rënu familjen, e ka prish pronën, gjitha këtu. Tash në Shqipëri, kjo ideja e kërkesës ose ideja e diskutimit për punën e orarit djorsh, përsa për këtë ditës gjëmo, krijimit të vendfaljeve për firmat dhe institucionet që kanë mbi 50 punëtor musliman. Treta ishte mundësia e faljes kohëve të rregullta, pa u pengu prej punëdhënësit në kuadër të kodit të punës, unë besoj që është në frymen reale të sekularizmit të shqiptarëve të themeluar prej vitit 1912. Pra e kena po këtu debatet që thojnë jo jeni të desht me pris laicizmin, se Kosova është laike sikur Franca. Po folni për manifestimin publik të bindjeve fetare, kjo është kundër laicizmit. Që kjo, që është ndodhur që debat në Shqipëni, përmbajtësisht e rënon në mënyrë përmbajtësore konceptin e atyre që besojnë se laicizmin të shqiptarët në përgjithësi, këto besojnë në Kosovë dhe Shqipëri, është laicizëm antifetar. Historiku i ndarjes midis një sistemi të mahershëm qeverisës që është ndërtuar mbi fen, me një sistem të ri që ndërtohet mbi sekularizmin, është përbajtësisht dallimi midis vendeve laike dhe sekulare. Çfarë po du me thonë? Franca, kur ka jek dorë prej kishës, ka jek përmes një revolucioni që ka qenë revolucion i gjak derdhjeve të mëdha. Ka libër që është dikun 800 faqe, quhet Libri i zi i revolucionit. Kallëzon për gjakderdhjet e mëdha që janë bërë për realizimin e revolucionit burgjes francez kundër kishës ose kundër sistemit të vjetër që kisha ka pas ndikimin kuadër të vendimarrjeve. Model tjetër ki Anglin, që ka qenë një proces gradual i shkputjes së institucioneve shtetërore prej institucioneve fetare. Dhe ky gradualitet i shkputjes Anglinë e lën sekulare, Francën e nxjerr laike. Shqiptarët, cilën model e kanë pas gjatë historisë, e kanë pas në kuptimin përmbajtësor sistemin anglez. Pra nuk kemi pas asnjëherë një revolucion kundër
Osmanlive, kundër sheriatit, kundër autoritetit fetar. 1912 dhe para kësajna, procesi ndarjes dhe procesi reformimit deri në vitin 1920-1930 ka qenë proces i gradualshëm, pra i përshkallëzuar midis ndarjes së sistemit të mahershëm që ka qenë lidhja e fuqishme midis legjislacionit fetar dhe atij laik dhe ndarjes së re që është referuar vetëm legjislacionit sekular. Edhe zogun, kohën e zogut, këto forma kanë qenë të ligjësume në aktet juridike të asaj kohe. Pra, gjatë Ramazanit është synu përmes akteve juridike, vendimeve dhe akteve të ndryshme juridike të kohës, me ju kriju mundësia nxënësve që agjerojnë me lëshu menet për të shtëpia, me shkurtu orari, me pas parasysh faljen e namazit, me pas parasysh çështjen e xhumas, me pas parasysh edhe çështjen e tregut dhe bizneseve që hapen gjatë ditës, po e zonë gjatë kohës të Ramazanit. Çka ka dëshmu kjo? Kjo dëshmon që shqiptarët e kanë një shkputje graduale midis institucioneve të periudhës osmane dhe institucioneve të krijuara në shtetet moderne. Ky gradualitet i ndarjes dëshmon që na jemi përmbajtësisht vende sekulare dhe ky sekularizmi duhet me ndërtu një raport ndryshe prej asaj çka sot nëpër media folet që kenë bëmi një farë laicizmi antifetar. Shqiptarët e kanë një farë lloj koncepti të sekularizmit, të ndarjes graduale midis institucioneve të vjetra, osmane me qështu, dhe institucioneve të reja, nacionale e kombëtare, për pa pas një ballafaqim midis identitetit fetar dhe identitetit kombëtar, apo identitetit fetar dhe institucioneve shtetërore. Ky gradualiteti reflekton edhe këtë debat që ndodhet në Shqipëri, për besoj që duhet me ndodhet edhe në Kosovë. Po pse mos me pas të drejtën? Vetëm se në Shqipëri nuk është u kundërshtuar shumë në raportin me Kosovën, besoj që ka më qenë debat më i hapur. Kosovë pse mundet me ndodhë një reagim aq i ashpër nëse çelet kjo temë, për shkak se gjithmonë lidhen po cënohet laicizmi. Nuk është tu cënu laicizmi. Historia jonë e ndarjes midis institucioneve vjetra dhe institucioneve të reja nacionaliste është histori e ndarjes graduale me respekt të plotë të bindjeve fetare dhe me krijimin e kushteve për respektimin e atyre bindjeve fetare. Pra na ngjasojmë më shumë me konceptin sekular anglez e hiç pothuajse me konceptin laik francez. Ata që dojnë me interpretu vendin tonë në frymën e laicizmit francez nuk është as në kuptimin teorik e as në kuptimin e praktikës historike në pajtim me vlerat tona që kemi kultivu si popull, pothuajse për më shumë se një shekull. Besoj që në Shqipëri nuk është që kanë pas problem me fal namaz në qoftë në institucione publike, s'po flasim për ato private, një pjesë e madhe, por as në Kosovë nuk është që ka problem. Por pse duhet të zyrtarizohet, kur përderisa nuk kanë problem një pjesë e madhe njerëzve për të fal namaz në sektorin privat, po se po, por dhe atë pothuajse po bleknë shumë njerëz cilët punojnë në institucione publike që janë pjesë punojnë shumë në xhamia. Për fat mirë, po duhet patjetër të zyrtarizohet. Për fat mirë, nuk ka në i kufizim ose nuk ka nështë në i detyrim që i bëhet padrejtësi punëtorëve ose diçka përse përket kësaj çështje. Por megjithatë, Shqipëria është diskutuar kuptimin e ligjësimit në kuadër të kodit të punës. Dhe kjo besoj që është e drejtë e motivuar mbi premisat njerëzore fundit. Sa ata deputet nuk e di çfarë bindje personale dhe çfarë anime fetare kanë. Por në fundit me nën kuptimin e ligjësimit njerëzore, rregullimit juridik të një të drejtë fundamentale të individit. Të nderuar që kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve. Të nderuar miq, kaq për sonte, takohemi në debatin tjetër me Mbeç.